Zbardhen detaje lidhur me sherrin e ndodhur në zyrën elektorale të PSD-s së Tom Doshit në zonën e Alidemit në Tiranë. Incidenti ka ndodhur rreth orës 14, ndërsa policia ka shpallur në kërkim shtetasin Arjan Tel Hallari dhe djalin e tij Lorenzo Tel Hallari. Mësohet se këta të fundit kanë shkuar në zyrat e PSD-s dhe janë konfliktuar me persona që ishin të pranishëm atje. Policia ka shkuar në vendin e ngjarjes pak minuta pas incidentit, ku është konstatuar xhami i zyrës i dëmtuar me sende të forta. Po gjatë kontrollit në vendin e ngjarjes u gjetën dhe sekuestruan 2 fishek luftarak. Policia ka shpallur në kërkim Arjan Tel Hallari, i cili ka hyrë në zyrën elektorale të PSD-s dhe më pas është përfshirë në sherr me personat që ndodheshin aty. Në kërkim është shpallur edhe djali i tij Lorenzo. Referuar burimeve policore, incidenti ka si shkak një sherr që ka nisur mes dy të rinjve. Njëri prej tyre pas sherrit është futur në ambientin që shërben si zyrë elektorale e PSD-s, ndërsa tjetri, djali Arjan Tel Hallarit, ka shkuar në banesë. Më pas, bashkë me tatin Arjan Tel Hallari, ata kanë shkuar për të gjetur të riun. Ky i fundit ndodhej tek zyrat e PSD-s, çka duket se ka shkaktuar edhe incidentin. Dyshohet se Tel Hallari ka qenë i armatosur dhe i kanë rënë fishekët e përplasur në tokë gjatë sherrit, ndërsa arma nuk rezulton që është përdorur.